Gerti, sot do të flasim për Vëllezërit Karamazov, I cili është romani I fundit I Fjodor Pavlovich Dostojevskit dhe do doja që ta nisni me një konsiderat nga Viktor Terras, një studius I posaçëm I Dostojevskit në tekstin e tij A Karamazov Companion. Ai thot, në një botë komplekse, konfuze dhe absurde në pamjen e jashtme, jetojnë disa njerëz që besojnë në jetën e përjetshme dhe në harmoninë e përhershme përtej kësaj jete, dhe njerëz të tjerë që rebelohen kundër mënyrës si është ndërtuar bota, dhe ndërrojnë të vendosin harmoninë e tyre njerëzore në histori. Ndërsa mbështet me fjalë drejtësinë, shoqëria njerëzore toleron ndërkohë vuajtjet e fëmijëve të pafajshëm. Dhe thënë në epokën tonë kjo është akoma dhe ma shumë domethënëse dhe merr akoma dhe ma shumë vlerë. Megjithatë, ka njerëz që besojnë se edhe vuajtja e fëmijëve të pafajshëm ka një kuptim dhe mos përmbushja e drejtësisë toksore në fakt mund të përligjë një qëllim më të lartë. Vëllezërit Karamazov është formulimi I fundit dhe ndoshta më I qartë I Dostojevskit për filozofinë e tij morale. Ai është një roman rreth së mirës dhe së keqes, mëkatit dhe virtytit. Bota e vëllezërve Karamazov është një fushë betejë e shpirtrave të njerëzve për të zgjedhur midis Zotit dhe djallit. Nëpërmjet këtij romani, para së gjithash ai kishte për qëllim, pra Dostojevski, të tregonte se ideali I krishterë dhe virtytet tradicionale të krishtera të dashurisë pa interes, pamirësisë dhe përullësisë nuk ishin as pak abstrakte, por mund të realizoheshin në Rusinë bashkohore. Teodiseja si problem teorik lihet më një anë dhe zëvendësohet me një zgjidhje të karakterit etik. A duhet jetojmë si Ivani apo si Zosima? Ivani në roman është një prej vëllezërve Karamazov, ndërkohë që Zosima është Atë Zosima, është udhëzuesi shpirtëror I Aljoshës, djalit më të vogël të familjes. Pra, këto janë personazhet kryesor të librit, babai, tre djemtë e tij. Dhe babai është një mishërim I shpërbërës së institucionit të familjes në roman. Dhe në fund të librit është gjyqi që I bëhet djalit të madh të Fjodorit, Dimitrit, dhe prokurori bën një lloj panorame të profileve të antarëve të familjes, duke filluar nga babai, duke vazhduar pastaj me tre djemtë. Pra prokurori aty flet me zërin e Dostojevskit. Pra ai lloj përshkrimi mund ta quajmë që është një lloj përshkrimi besnik I atyre se çfarë mendon Dostojevski për personazhet e romanit në cilësinë e rrëfysit. Pikërisht. Dhe prokurori, duke hapur për atë parashtrimin e tij për baban, për Fjodorin, thotë, çfarë është në fund të fundit kjo familje Karamazov, e cila ka fituar një famë kaq të palakmueshme në gjithë Rusinë. Ndoshta po egzagjeroj, por më duket se disa tipare themelore të klasës së arsimuar të sotme pasqyrohen në këtë pamje familjare. Dhe këtu ja vlen për të seksu klasë arsimuar. Pra, që në fillim Dostojevski ka këtë lloj qëndrimi ndaj arsimit apo ndaj vlerave europiane, siç do dalë edhe më tej gjatë trajtimit, që ato ai e sheh që nuk kanë mundur t'i japin Europës atë lloj lumturie që premtoi iluminizmi, dhe tani e sheh që edhe Rusia tradicionale e besimit fetar po shkon drejt asaj rrugës të modernizimit dhe të përqafimit të vlerave të iluminizmit. Dhe duke qenë që ato nuk I kanë dhuru atë që I premtuan Europës, Dostojevski në një farë mënyre paralajmëron edhe Rusinë ose bashkëkombësit e vet. Edhe që ishte në avantgard për kohën, sepse ta thush sot ka një valencë besueshmërie shumë më të madhe dhe është në kohën se sa 1880 që ishte kur e ka shkruar librin Dostojevski. Mendoni vazhdon prokurori për atë plag të palumtur, të lig, të shfrenuar, I cili pati një fund aq të trishtueshëm, që u vran nga I biri, kryetarin I cili akuzohet në gjyq, kryetari një familjeje, një batakçi I vogël, një hajdut me inteligjencë mjaft të mirë, megjithëse të pazhvilluar. Ai ishte mbi të gjitha një fajdexhi I cili u bë më I guximshëm me rritjen e mirëqenies. Nga ana shpirtërore, ai ishte I pazhvilluar, ndërsa etja e tij për jetën ishte tepruar. Ai nuk shihte asgjë në jetë përveç pasionit të epshit dhe I rriti fëmijët që të ishin të tillë. Ai nuk kishte ndjeshmëri për detyrat e tij si baba. Ai tallte ato. Ai u ala fëmijët e tij të vegjël shërbëtorëve dhe ishte I lumtur që u çliruar prej tyre, I harroi plotësisht. Dhe të mos harrojmë se ai ishte një nga babullarët tipik të sotëm. Mos e fyej gjë shoqërinë kur e quaj të baba të kohës, për fat të keq, shumë baballar të sotëm vetëm se nuk shprehen hapur më cinizëm se ai, sepse janë më të arsimuar, më të kulturuar,
por filozofia e tyre është në thelb e njëjtë me të tjerën. Momentet e caktuara ai e thot, ato që të tjerët nuk i thonë, unë i them haptazi, Po, në emër të tjerëve. dhe këtu është ai shembulli i personit që bën paturpsinë haptazi, dhe që pastaj bëhet shembull për të tjerët për ta ndjekur atë paturpsi. Egoizmi i njerëzve që mendojnë pothuajse tërësisht në terma të arritjeve dhe projekteve personale të tyre, ka çuar në një rënje të konsiderueshme të fokusit që njerëzit i kushtojnë marrëdhënieve familjare, si ato midis babait dhe bijve që Dostojevski i paraqet kaq shumë në libër. Një pjesë argumentit të tij këtu është se nëse doni të zbuloni çfarë nuk shkon në një shoqëri të caktuar që ka probleme, një vend për të filluar është shikoni marrëdhëniet midis anëtarëve të një familje mesatare në atë shoqëri, siç është familja Karamazovëve. Kjo bëhet gjithashtu një mënyrë e përsosur për të ilustruar një nga çështjet e mëdha që ai dëshiron të ngrejë në këtë libër, se duhet mendojmë familjen si një mikrokozmos të shoqërisë në përgjithësi. Personazhi i dytë i rëndësishëm i familjes është Ivani, edhe ai është përfaqësues i klasës intelektualëve modern, të distancuar nga feja dhe besimi. Edhe prokurori thot, duke përshkruar Ivanin, i madhi thot është një nga ata të rinj modern, me arsim të shkëlqyer dhe intelekt të fuqishëm. Pra Dostojevski i thekson këto terma, arsimimi, kultura, vlerat europiane, të cilat nuk i ka dhënë Evropës atë mirëqenie ose atë paqe që atë prosperitet që pritej. I cili nuk beson asgjë. Pra Ivani është një nihilist. Ai tashmë ka mohuar dhe hedhur poshtë shumë gjëra, ashtu si babai i tij. Një tjetër personazh i lidhur ngushtë me rastin vdiq këtu nga duart e veta mbrëm, dhe këtu e ka fjalën për Smerdjakovin, shërbëtorin apo djalin e paligjshëm të Fjodorit. Dua të them një shërbëtor dhe ndoshta biri i paligjshëm i Fjodor Pavloviçit, Smerdjakovi, në hetimin para ai më tregoi me lot histerie se si i riu Ivan Karamazov e kishte të merruar me guximin e tij shpirtëror. Çdo gjë në botë është e ligjshme, sipas tij, dhe asgjë nuk duhet të ndalohet në të ardhmen. Kjo është e që më ka mësuar gjithmonë, thot Smerdjakovi për Ivanin. Unë besoj se ai idiot doli nga mend me këtë teori, megjithatë ai la një vëzhgim shumë interesant, i cili do t'i bënte nder edhe një vëzhguesi më inteligjent, dhe kjo është në të vërtetë arsyeja pse po përmend atë njerëz. Nëse ka një nga bitë që është si Fjodor në karakter, ai është Ivan Fjodoroviçi. Dhe këtu prokurori e ka fjalën për karakterin intelektual, se për karakterin sensual apo epshor aty më shumë i ngjan Dimitri, që është edhe vllai i madh dhe i akuzuar për vrasje në këtë gjyq. Dimitri është në fakt në roman si përfaqësues tipik i njeriu rus, kjo duket që në kryt herës, dhe për ta marrë aty ku e le në kuptimin e konsideratave që prokurori parashtron në procesin gjyqësor, për Dimitrin ai shprehet kështu: ai është i burgosur përpara nesh. Jetën dhe veprimet e tij i kemi përpara. Dita fatale ka ardhur dhe gjithçka është nxjerrë në sipërfaqe, ndërsa vëllezërit e tij duket se përfaqësojnë evropianizmin dhe elementin popull, pra Ivani dhe Aljosha, ai duket se përfaqëson Rusinë ashtu siç ajo është. Oh, jo të gjithë Rusinë, sigurisht, jo të gjithë. Zoti na ruajt, nëse do të ishte kështu. Megjithatë, ja ku e kemi atë, nënën tonë në Rusi, aromën dhe tingullin e saj. Ai është spontan, është një përzierje mrekullueshme e smirës dhe skeqjes. Edhe ai mund të jetë i mirë dhe fesnik, por vetëm kur gjithçka shkon mirë me të. Për më tepër, dhe këtu ngjan tjatit. Për më tepër, ai mund të ndrumbehet nga idealet fisnike, por vetëm nëse ato vijnë vetë, nëse bien nga qielli për të, nëse nuk ka nevojë të paguhet gjë për to, pra pa sakrifica. Ati nuk i pëlqen të paguaj për asgjë, por i pëlqen shumë të marrë, dhe kjo është kështu për çdo gjë. Ai nuk është lakmitar, jo, por duhet të ketë para, shumë para, dhe do ta shihni se sa bujarisht do t'i hedh të gjitha tutje në shpërdorimin e pamatur të një nate, siç ndodh atje në Mokri. Por nëse nuk ka para, ai do të tregojë çfarë është gati të bëj kur ka shumë nevojë për to. Ky është çuni i tretë, pra ky është personazhi i tretë dhe djali i dytë. Djali i tretë është Aljosha, i vogli, i cili është sipas Dostojevskit mishërimi i njeriu ideal. Në vazhdimsi të konsideratave të prokurorit çështjes, për Aljoshën ai shprehet. Pastaj thot djali i tretë: "Oh, thot, ai është njeri i devotshëm dhe modest, krejt e kundërta e botkuptimit të zymë dhe shkatërrues të vllajit të tij të madh për jetën, pra Ivanit, i cili është përpjekur të kapet pas ideve të popullit, ose pas asaj që njihet me këtë emër në disa rrethet shtresës sonë intelektuale." Pra ajo që don Dostojevski me gojën e prokurorit nuk është as misticizmi
i cili përfundon në murgjëri, po as përqafimi i vlerëve europiane pa kushte dhe në mënyrën bruto se si ato janë ofruar Rusisë. Pra i kërkon një lloj rrugë të mesme, një rujtje të besimit dhe të traditave fetare të ortodoksisë ruse, pa shovinizëm dhe pa murgjëri. Dhe drama familjes Karamazov është në fakt mishëruese e degradimit të shoqërisë ruse, që për Dostojevskin kishte rrënjën të largimit nga besimi. Sepse edhe shumica e rusëve e personazheve në roman janë si Fjodori, Ivani, Dimitri apo Smerdjakovi, dhe një pakicë të tyre janë si Aljosha. Dhe prokurori në parashtrimin e çështjes thot: "Kjo çështje ka bërë bujë në djetë Rusin, por çfarë ka këtu për t'u habitur? Çfarë ka kaq tmerruese për ne? Jemi kaq të mësuar me krime të tilla." Dhe kjo panoramë që ai për shumë për Rusin janë shumë me Shqipërinë e sotme. Kjo është ajo që është kaq e tmerrshme, që vepra të tilla të errta kanë pushuar se na tmerruari. Ajo që duhet të na tmerrojë është fakti që jemi kaq të mësuar me ngjarje të tilla. Cilat janë shkaqet e indiferencës sonë, qëndrimit ton të vagët ndaj veprave të tilla, ndaj shenjave të tilla të kohës, o gurzeza të një të ardhme të palakmueshme. A është cinizmi ynë? A është lodhja e parakohshme intelektit dhe imagjinatës në një shoqëri që po zhytet në degenerim, pavarësisht rinisë së saj, dhe këtu mund të na vinë në mendje edhe hadithi që përmendëm në herën e kaluar, i ndryshimit të keqes, pra me dorë, me gojë dhe me zemër. Pra ai që përshkruan prokurori këtu, apo Dostojevski në gojën e prokurorit, është që humbja e asaj ndjenje që njerëzit ta urrejnë me zemër të keqen në cilën është të zhyt edhe shoqëria dhe që përmend edhe profeti alayhis salam në hadithin e vet, që ky është edhe shkalla më e ulët e besimit. A është sot, vazhdon ai, se parimet tona morale janë shpartalluar deri në themel, apo është ndoshta një mungesë totale e parimeve të tilla në mesin tonë? Ajo që është më e rëndësishme është se shumica e krimeve tona të dhunshme dëshmojnë për një të keqet përhapur gjerësisht. Tani të ulur këmbëkryq në mesin tonë, sa që kemi të vështirë të luftojmë kundër saj. Pra këtu ndodhet ai paralezimi i ndjenjës ndryshimit të keqes me zemër, kur e keqja përhapet aq shumë sa që njeriu bie në pesimizëm dhe që nuk i shef dobi as mohimit apo kundërshtimit asaj në zemrën e vet. Tani lidhur me këto që ti the, një njeri i cili ka një vesh, po themi, gjysmë të stërvitur, kupton që nga pikpamja e dendësisë apo e dendurisë konceptuale, këto personazhe do të mjaftonin sikur të bëhej për secilin prej tyre nga një roman. Dhe këtu doja të thoja diçka që Dostojevski në fillim është interesante dhe pak njerëz e dinë, në fund të shekullit 19 dhe në fillim të shekullit 20, jo vetëm në qarqet intelektuale të Rusisë, po edhe në mbar Evropën, në fillim është konsideruar si një filozof i madh i Rusisë dhe jo si një shkrimtar. Dhe është teksti Çështjet poetikës së Dostojevskit, i shkruar nga një kritik i madh të Ukrainës, Mikhail Bakhtin, i cili thotë se Dostojevski ishte një filozof i letërsisë apo ishte një letrar i madh i filozofisë, fal formës që ai ndërtoi dhe si në cilësinë e një ripërtëritësi të zhanrit të romanit. Dhe këtu unë kam konsideratat e profesor Rudian Zekthit nga cikli i leksioneve të shekullit 19, dhe do doja të flisja për të ashtu quajturin roman dialogjik apo roman polifonik që Dostojevski ndërtoi. Fal formës së cilit ne mund të kemi në kaq pak minuta, 3 apo 4 apo 5 më vonë, sepse ka është Grushenka, është Katarina Ivanovna, është vetë Smerdjakovi, të gjithë këta me një fjalë janë heronj në vetvete, dhe kur përplasen me njëri tjetrin, ti kupton që aty ka një polifoni zërash, ka një polifoni idesh, dhe çdo personazh, siç e tham, bart dhe mbron një botkuptim të caktuar. Citimi i parë nga leksioni i profesor Rudian Zekthit nga rreth Dostojevskit thotë: një dhënë që e ndeshin vetëm në romanin e Dostojevskit është prania e një lloji të ri personazhi, i cili kërkon që përmes vëzhgueshmërisë vetjake të mbledh informacion të vlefshëm e të përdorshëm për personazhet e tjerë. Të tillë janë princi Mishkin tek idioti, Aljosha Karamazovi tek vëllezërit, Stepan Verhovenski tek djajt, Rëfysi vetë në vetë parë tek të fyrët e të poshtëruar, dhe pas një luhatje thotë synimi i tyre personazheve është gjetja e së vërtetës dhe jo afirmimi personal përmes posedimit të botës së trilluar
pra romanit dhe identiteteve, pra personazheve të tjera, që do të thotë Aljosha është një lloj kështu personazhi panoramik i cili i takon të gjithë, merr informacion nga të gjithë në kuptimin fisnik të fjalës dhe atë informacion që merr e përdor duke ja ballafaquar dhe duke ja shfaqur edhe të tjerëve në kërkim të së vërtetës së Ivanit, në kërkim të së vërtetës së Dimitrit dhe jo në kërkim të afirmimit personal që ai në fund fare të shfaqet si heroi i romanit. Se kjo lloj mënyre përdorimit të romanit, fakt, në funksion të ideve filozofike, ndoshta na kujton ose na sjell në mendje edhe mënyrën se si janë përdorur historitë në Kur'an, që nuk janë thjesht për me tregu një ngjarje apo për kënaqësi estetike të tregimit vetvete, por janë për me nxjerrë mësime. Kështu që edhe Dostojevski i që romanin ta ketë vënë në funksion të ideve, dhe ato të jenë bizotruese. Por kjo bëhet e mundshme vetëm pikërisht fal kësaj forme të re që romani apo poetika e Dostojevskit ka pas. Një citim i dytë pak më poshtë thotë, në të gjithë romanet e Dostojevskit, sepse kjo duhet thënë që nuk është veçori vetëm e vëllezërit Karamazov, edhe tek Djajt shohim të njëjtën gjë, edhe tek Idioti shohim të njëjtën gjë, edhe tek Krimi dhe Dëshimi shohim të njëjtën gjë, edhe tek Adoleshenti shohim të njëjtën, të paktën tek kjo pesë e madhe. Në të gjithë romanet e Dostojevskit gjenden skena të grumbullimit të gjithë personazheve në një mjedis të vetëm, gjë që është e rrallë në poetikat përpara tij, qoftë tek Balzaku, qoftë tek Stendhali, qoftë tek Hugoi, qoftë tek si më thon Turgenevi, se më doli nga mendja. Skena në hyrje të romanit në manastir tek vëllezërit Karamazov. Skena në shtëpinë e Varvara Petrovnës pas kthimit nga kisha tek Djajt. Skena në shtëpinë e Mishkinit pas sëmundjes së tij tek Idioti. Ne kemi pranuar se komendi psikologjik, i cili është teknika rrëfimit tek poetika e Dostojevskit, është mundësia që dia për identitetin që rrëfen, pra personazhin që rrëfen, t'i jepet një identiteti tjetër, siç bën Aljosha. Dhe përmes këtij identiteti ndërmjetësohet përçimi i kësaj dije edhe tek identitetet e tjerë të njëjtit roman, që do të thotë personazhet mblidhen në momente të caktuara në dhoma apo në manastir, siç është tek rasti i vëllezërve Karamazov, dhe ja përplasin në sy ato që besojnë dhe ato që mendojnë të tjerëve, dhe kjo është e çuditshme sepse një njeri që ka për shembull qëllim të bëj krim, atij që do ta vrasë nuk mund t'ia thotë kurse si do të vras. Po ka një moment për shembull që Dimitri thot Aljoshës, pavarësisht se ai nuk e vret Tjatin me një fjalë, që dua ta vras sepse nuk ja duroj dot fytyrën e ndyrë, edhe fiktin e fishkur, edhe mënyrën se si funksionon i gjithi ai plakush. Dhe kjo është diçka që fal kësaj forme Dostojevski mundi me një fjalë që ta kompaktozoi në një roman ide. Dhe ideja kryesore që kap Dostojevski në gojën e personazheve të tij është ajo që ka të bëjë me Zotin, jo me ekzistencën e tij, por më shumë me mohimin e Zotit, duke mohu drejtësinë e botës që ka krijuar ai. Dhe ky është problemi i parë që ka Ivani dhe që shfaq në dialogjet e tij me Aljoshën kryesisht, kur i thot, dua të shpjegoj thelbësorin e bindjeve të mia, çfarë njeriu jam, në çfarë besoj, në çfarë shpresoj. Unë pranoj ekzistencën e Zotit. Madje pranoj urtësinë e tij, qëllimin e tij të mirë, pranoj rregullsinë dhe kuptimin e jetës, harmoninë e përjetshme, pranoj fjalën drejt së cilës synon gjithësia, vetë Zoti e të tjera. Për gjitha këto është shkruar e folur shumë. Pra nuk është se nuk i di, thot Aljosha, i kam lexuar gjitha këto gjëra dhe jam i vetëdijshëm për to. Por, po të deklaroj se nuk e pranoj këtë botë të Zotit. Jo se nuk pranoj Zotin, më kupto, por botën e krijuar prej tij nuk e pranoj, nuk mundem ta pranoj. Kam bindje të plot se në çastin e harmonisë së përjetshme, ka fjalën për botën tjetër, do të shfaqet diçka me shumë vlerë, e cila do të mjaftojë për të gjitha zemrat, që ato t'i shuajnë zemrimet, mërit, t'i lajnë të gjitha krimet, të gjithë gjakun e derdhur prej tyre. Ajo do të mjaftojë, jo vetëm që të krijohen kushtet për të falur, por edhe për të përligjur gjithçka që ka ndodhur mes njerëzish. Le të ndodh, le të shfaqet e gjithë kjo. Por nuk e pranoj, nuk dua ta pranoj. Më mirë pranoj të mbetem me vuajtjet e mia të pashpaguara dhe indinjatën time të pashuar, edhe sikur të mos kem të drejtë. Pra, Ivani thotë që edhe sikur ti kem argumentet racionale, të cilat justifikojnë padrejtësitë që ka ndodhur në këtë botë, unë prapë nuk do t'i pranoj ato argumente racionale dhe nuk do t'a pranoj drejtësinë e Zotit në këtë botë, për shkak të vuajtjeve dhe indinjatës sime. Pra, Ivani që hiqet si racional, në këtë moment e justifikon mohimin e vet të Zotit me argumente emocionale, që janë vuajtja dhe indinjata e tij. Përveç kësaj,
kërkohet një çmim shumë i lartë për harmoninë e botës tjetër, ka fjalën. Është përtej mundësive tona të paguajmë kaq shumë për të hyrë në të, pra në parajsën e botës tjetër. Prandaj e kthej mbrapsht biletën time, biletën për shkuar në parajsë pra. Dhe nëse jam një njeri ndershëm, duhet ta kthej sa më shpejt jetë mundur, dhe këtë po e bëj. Jo se nuk e pranoj Zotin, Aljosha, por vetëm i kthej biletën me shumë respekt. Ky quhet rebelim. Folja Aljosha si ulur e me zë të shuar. Dhe ky është emri që i takon këtij personazhi. Rebelimi ose arroganca dhe mohimi i Zotit, i Ivanit, ngjan me mohimin që i bëri Zotit Iblisi. Pra Iblisi momentin që refuzon që ti përulet Ademit me urdhën e Zotit, nuk është se ka dyshim në ekzistencën e Zotit, sepse ai ndërkohë duke dialoguar me Zotin. Iblisi e refuzon Zotin, duke mos u bindur urdhrit të tij, një urdhër i cili ishte i drejt për drejt në atë që kërkonte prej Iblisit. Dhe Iblisi emërtohet kafir. Dhe këtu kthehemi edhe tek ajo tek përkufizimi që i bëm kufrit në një bisedë të mëparshme. Pra kafir ose jo besimtar nuk është një person që nuk beson në ekzistencën e Zotit, por është ai person i cili nuk i bindet Zotit edhe mohon atë çfarë ka kërkuar Zoti. Pra, Ivani këtu nuk thot që nuk beson dot në Zot, sepse mungojnë argumentet që me vërtet tregojnë për ekzistencën e Zotit. Por ai thot që edhe nëse ky Zot ekziston, i bazuar në argumente racionale, ai nuk mund të justifikojë ekzistencën e Zotit për sa kohë që në botë mbizotron kjo lloj padrejtësie sipas tij. Dhe në Kur'an neve mund gjejmë përgjigje për pretendimet që sjell Ivani, padyshim, thot Allahu në surën Zukhruf, ne u kemi sjell të vërtetën, por shumica e juaj ndaj së vërtetës ka mospëlqim. Dhe në surën Muminun gjejmë një ajet të ngjashëm, a mos po thonë se është i prekur nga marrosja për profetin, që thonin Kurejshët? Jo, ai u erdhi me të vërtetën, por është e vërteta ajo që shumica e tyre nuk pëlqejnë. Pra jo se ju mungojnë argumentet, por është mënyra se si ka ardhur e vërteta që bjen ndesh me kapriçot edhe me epshet e tyre dhe që ato mohojnë Zotin duke argumentuar sikur nuk ka argumente që kjo e vërtetë është prej Zotit. Dhe këtu gjejmë Bejdawin, i cili thot për këtë ajet të surës Mu'minun, forma normale gjustore të shprehur në ajet do të kishte qenë, por shumica e tyre nuk e pëlqejnë të vërtetën. Vënia së vërtetës përpara foljes nuk pëlqejnë, tek ajeti, por është e vërteta ajo që shumica e tyre nuk pëlqejnë. Është bërë për të theksuar dhe nxjerrë në pas se shumica e njerëzve kanë problemin pikërisht me të vërtetën. Dhe kjo e vërtetë është e shprehur qoftë nëpërmjet botës që ka krijuar Zoti, po qoftë edhe asaj çfarë ka kërkuar Zoti nëpërmjet shpalljeve e njerëzve për të arritur qëllimin e krijimit të kësaj bote. Dhe për këtë arsye vazhdon Bejdawi, ata e refuzojnë atë. Ata nuk e pëlqejnë vërtetën, sepse ajo bie ndesh me epshet dhe kapriçot e tyre, siç e thotë edhe ajeti pasardhës i surës Mu'minun, sikur e vërteta të kishte ndjekur kapriçot e tyre, qiejt, toka dhe çfarë ka në to do të ishin shkatruar. Dhe këtu Stadi Kur'an, i edituar nga Sejt Hosen Nasri, thot, nëse realiteti do të ishte siç dëshirojnë ata, rendi i qiejve dhe i tokës do të prishej, sepse dëshirat e njerëzve janë kaotike, shpeshherë në kundërshtim me njëra tjetrën. Pra nëse Ivani don diçka se si duhet ndërtu bota, po sikur XY të donte diçka tjetër ndryshme nga Ivani, Dimitrit. Siç përshkruhet në ajetin 22 të surës Enbiya, ku Zoti thot për qiejt dhe tokën, sikur në to të kishte hyjni të tjera përveç Allahut, ato me siguri do të ishin shkatruar. Sepse kështu njeriu do të ishte bërë Zot në vend të Zotit, dhe termi që është përdorur këtu është termi ilah, pra sikur në qiell dhe to të kishte aliha të tjerë nga Zoti i vërtet, Ilahu i vërtet, ato do të ishin shkatruar. Dhe këtu na vjen në mend edhe ajeti i surës Furkan, ku Allahu thot, a nuk e ke parë atë që e konsideron kapriçën e tij si hyjni. Dhe ky është rasti tipik i Ivanit, ndjekësit të shembullit të Iblisit. Madje Ivani është tejet po themi empirist në mënyrën se si kërkon drejtësinë e Zotit, nëse ajo gjithmonë do të vinte në tokë. Tek ajo dreka e famshme ai i thot Aljoshës që unë kërkoj hakmarrje, dua hakmarrje dhe e thekson.
atë fjalën dua, jo dikun pafundësi, as dikur, por këtu, mbi tokë, tani, pra të kufizuar si në kohë, si në hapësirë, që ta shoh me sytë e mi. Prandaj thash përvojë empiriste. Dua ta shoh vetë dhe po qese do të jemi vdekur, thot, le të më ringjallin. Nuk dua që hakmarrja të ndodhë në mungesën time. Pra epiqendra e botës duhet të jetë njeriu dhe jo Zoti. Dhe ky nuk e di që të njëjtën gjë mund ta pretendojë edhe Dimitri. Dhe pastaj vim ke ajeti surës Furkan. Dua ta shoh me sytë e mi si do të bjerë një gjunjë drenusha përpara luanit. Si do të ngrihet i therri e do të përqafoj gjaksorin e vet. Dua të ndodhem vet kur të gjithë të marrin vesh përse ka ndodhur pikërisht kështu. Me një fjalë zbulimi dhe këtu duket që ai paraqitja e Odises nuk e sheh vetëm te bota njerëzve, por edhe te bota kafshëve. Po. Pra edhe ngrënien e drenushës nga Luanit, ai e shef si padrejtësi, ëh. Dhe këtu mund të na vinë mendje mbreti Luan i Disneyt, ëh, ku Simba e pyet Mufasën, po neve pse i hajm gazelat, thotë, ëh. Dhe Mufasa i shpjegon që ne vërtet i hajm gazelat, por kur ne vdesim, ne bëhemi pleh. Dhe me pleon ton rritet bari dhe me ato ushqehen gazelat, pastaj ne hajm gazelat. Na kthejnë reston. Dhe ky është cikli i jetës, ëh. Pra edhe ky lloj informacioni bazik, pra i mungon Ivanit në atë arrogancën edhe verbrinë e vet. Ky pasazh i jashtëzakonshëm dhe i tmerrshëm të kujton ajetet 90-93 tek sura Isra, të cilët kurëshët i thon profetit, ata thanë, ne kurrë nuk do të besojmë, përveç nëse bën që të na shpërthej një burim nga toka, ose të kesh një kopsht plot me hurma dhe rrush, që ishin të rrallë për Mekën, si hurma ashtu dhe rrushi, e pastaj të nxjerrësh lumenj me bollok nga mesi i tyre, ose të bësh qiellin të shembet mine copa, siç pretendon, ose të na sjellësh Allahun dhe engjëjt ballë për ballë, ose të kesh një shtëpi të bërë prej ari, ose të ngjitesh në qiell, dhe ne përsëri nuk do të besojmë në ngjitjen tënde, përveç nëse na zbret një libër që të mund ta lexojmë. Pra jetën 90-93 sura Isra. Pra Ivani pas 1300 viteve i ka para rendit e vet. Ka thënë sepse është që ka thënë Allahu në Kur'an që janë të ngjashme zemrat e tyre. Pastaj problemi i dytë që romani paraqet apo përpiqet që të zgjidh apo të parashtrojë është problemi i vullnetit të lirë të njerëzit. Dhe dalim tek ajo poema e famshme e Ivanit që ja parashtron Aljoshës me titull poema e Inkuizitorit të Madh. Ai thot, a nuk ke qenë ti, dhe ky është një diskutim, Jezusi zbret në Sevilën e shekullit të 16 dhe të gjithë kardinalet edhe peshkopët habiten për ardhjen dhe rikthimin e tij. Dhe është koha e inkuizicionit ose koha e genocidit të krishterëve ndaj muslimanëve të Spanjës. Dhe inkuizitori i madh i thot Jezusit, Krishtit, a nuk ke qenë ti që thoshte dua t'ju bëj të lirë, parimi i madh biblik. Ti kërkon të shkosh në botë duarbosh, pra të vish nëpër botë duarbosh, vetëm me një premtim solemn për liri. I sheh këto pllaka në këtë shkretir të zhveshur e të përcëlluar, kthej ato në bukë dhe me njëherë pas teje, si kope baktish, do të vijë mbar njerëzimi. Por ti nuk pranove t'ja mohosh lirinë njeriu. Njeriu, the ti, sikur akuzon, nuk rron vetëm me bukë, por e di ti se në emër të kësaj buke shpirti i tokës do të rebelohet kundër teje. E di ti se do të kalojnë shekuj dhe njerëzimi me gjuhën e përfaqësuesve të vet urt, me gjuhën e shkencës do të deklarojë se krimi nuk ekziston, pra nuk ekziston as mëkati. Ekziston vetëm uria. Ushqej, pastaj kërko virtyt prej tyre. Ja çdo të jetë shkruar në flamurin që do të ngrenë kundër teje dhe do të ta shkatërrojnë tempullin. Asnjë shkencë nuk do t'u sigurojë dot bukë për sa kohë që do të jenë të lirë. Ndër fjalit më të mëdha. Kështu ato do të flijojnë lirinë, do ta hedhin në këmbët tona e do të na përqavohen, do të na përgjërohen, na skllavëroni, ama vetëm na ushqeni. Ti u premtove bukën qiellore, dhe këtë e thekson në mënyrë të vazhdueshme, por po e përsëris, ka të krahasuar buka qiellore me bukën toksore, e nëse pas teje do të vinë për hir të bukës qiellore disa mira, që janë një numër i konsiderueshëm, apo ja dhe 10 mira, çdo të bëhet me milionat, me qindra milionat e krijesave të tjera që nuk duan të heqin dorë nga buka e tokës. Dhe këtu pyetja është që pse ndjekja e Krishtit nuk e premton bukën toksore. Por sepse besimi për herë kërkon sakrifica, dhe ato sakrifica mund të binë ndesh me interesat jetësore të
të njerëzit. Dhe sepse fundit ajo është prova që a mund të dot njeriu që për hir të Zotit të bëjë sakrifica që kanë të bëjnë me mirëqenien e tij të kësaj jete. Dhe kjo frazë që inkuizitori i drejton Krishtit kur i thotë na sklavëroni, vetëm na ushqeni, është në të vërtetë një koment i një ajeti ose më mirë një ngjarje që neve gjejmë në Kur'an, në surën Bekare, ku është historia e izraelitëve, të cilët shkojnë nga Egjipti në Palestinë. Dhe izraelitët në atë moment kanë dëshmuar hapjen e detit, mbytjen e faraonit dhe të ushtrisë së tij. Dhe në hecën e tyre në shkret të tjerë i vjen ushqimi nga qielli, por që është një ushqim i njëjtë që vjen në mënyrë të përditshme. Dhe ato, duke qenë që u bëhet ky ushqim monoton, i drejtojnë Musait dhe i thonë: "O Musa, nuk do të mundemi ta përballojmë kufizimin me një ushqim të vetëm. Prandaj, lutju Zotit tënd për ne, që të na sjell nga ushqimet që rrit toka, perime, kastraveca, grur, thjerza dhe qep." Ai tha: "A dëshironi ta këmbeni me diçka më të keqe atë që është më e mira për ju? Dini në ndonjë qytet dhe do ta gjeni atë që kërkoni." Dhe ai që përkthesë qytet këtu, termi është Misr, sepse Misr në arabisht i thonë edhe qytetit, por i thonë edhe Egjiptit. Pra Musa i thotë izraelitëve: "A kërkoni ato ushqime që hani duke qenë sklavëruar nga faraoni? Kthehuni në Egjipt. Pranoni sklavërinë dhe do të keni këto ushqime të shumëllojshme që kërkoni." Dhe kjo është ajo lloj buke toksore që izraelitët e kërkuan, ndërkohë që kishin bukën qiellore, që ishte pasja e profetit, liria dhe vajtja për në tokën e dhe kërkuar pas hapjes së ditës është akoma dhe më të mëshme. Dhe problemi tretë që ngren Ivani është çështja e ekzistencës së moralit pa Zot. Pra, mund të ekzistojë morali pa Zot, apo çfarë duhet bëjë njeriu me atë moral që gjen brenda vetes tij, dhe a ka kuptim ai në momentin që nuk ekziston Zoti, dhe Zoti nuk është se nuk ekziston se mungojnë argumentet, po sepse bota që ka ndërtuar Zoti është e padrejtë dhe përrjedhori nuk ka as përjetësi ku veprat e mira të moralshme të shpërblehen. Dhe është një tregim në fillim të librit, Pjotr Aleksandroviçi tregon për Ivanin. Pra për herë, Dostojevski përdor edhe gjuhën e personazheve të tjerë për të sqaruar idetë e Ivanit, siç është në rastin e prokurorit. Jo më shumë se 5 ditë më parë, thot Aleksandroviçi, në një shoqëri kryesore femërore, ai, pra Ivani, deklaroi solemnisht se nuk ka gjë në botë që t'i bëjë njerëzit t'i duan fqinjët, se nuk ka ligj në natyrë ku të thuhet se njeriu duhet ta dojë njerëzimin. Nëse mbi tokë ka patur dhe ka ende dashuri, kjo nuk është rrjedhojë ndonjë ligji të natyrës, por vetëm sepse njerëzit kanë besuar te pavdekësia. Nëse doja shkatronit njerëzimin besimin te pavdekësia, do të shteroj me një herë jo vetëm dashuria, por edhe çdo forcë jetëdhënëse që mban gjallë jetën e botës. Për më tepër, asgjë nuk do të ishte imorale, çdo gjë do të ishte e lejushme, madje edhe kanibalizmi, dhe kjo nuk është gjithçka. Ai e mbylli fjalën e vet, pra Ivani, duke theksuar se për çdo person si ne këtu që nuk beson as në Zotin dhe as në pavdekësinë, ligji moral i natyrës duhet të ndryshojë menjëherë në të kundërtën e ligjit të mëparshëm fetar. Dhe se egoizmi që shkon madje deri në krim duhet jo vetëm të bëhet i lejuar, por duhet të vlerësohet si përfundimi i pashmangshëm, më racional dhe fisnik i këtij qëndrimi. Pra, këtu Ivani rimer tezën e Nietzsches, të nihilizmit dhe të vdekjes së Zotit. Pra, dhe Dostojevski e paralajmëron shoqërinë ruse. Më saktë, stakfurullah, e vrasjes së Zotit. E vrasjes së Zotit. Pra, neve a duam të shkojmë kësaj rruge, sepse kjo është rruga në fund të fare, neve do të justifikojmë edhe krimin. Për sa kohë që Zotin e vram, me rregullat nuk ekzistojnë morali, ka pavdekësi. Atëherë, ky është ai lloj përfundimi që duhet ku neve duam të shkojmë, shoqëria ku duam të shkojmë. Dhe kjo lloj romani është teologjie me situata të tilla. Ideologjia e Ivanit materializohet te Smerdjakovi pastaj.
Dhe neve gjejmë aty që Smerdjakovi ka një diskutim para se të vrasë veten me Ivanin dhe para se ti pranoj atij që është ai që ka vrarë Fjodorin dhe jo Dimitri, ka një dialog mes tyre, ku Smerdjakovi janë parat si i ka vjedhur prej Fjodorit, moment që e ka vrarë, dhe i thot merri këto para me vete, pëshertil Smerdjakovi. Sigurisht që do t'i marrë, thot Ivani. Po përse po më jap, kur ti për to vrave, as i dua o përgjith Smerdjakovi, me zë të dridhur dhe gjestë refuzues me dorë. Dikur pata menduar se me këto para do të nisja një jetë të re në Moskë, ose më mirë akoma, jashtë shtetit, e kisha këtë ëndër, sepse tek e fundit çdo gjë është e lejuar, dhe ky është slogani i Ivanit. Kjo është tamam ai që më mësuat, sepse ju më folët shumë për këtë gjë, sepse nëse nuk ka një Zot të përjetshëm, nuk ekziston asnjë gjë e tillë si virtyti, madje nuk ka nevojë për të. Kishe të drejtë për këtë, dhe unë veprova në përputhje me të. Arrite vetën këtë përfundim, e pyet Ivani me një buzëqeshje të ngërdheshur. Me udhëzimin tënd. Dhe këtu pasaj të merrohet Ivani dhe që shkon pasaj në gjendje çmendurie, kur e pa se çfarë prodhoi ideologjia e tij. Dhe këtu pasaj vim te pyetja tjetër. Po mirë, këtë moral Ivani i gjente vetja vet dhe don ta shkuli prej saj, sepse thotë që nuk ka kuptim ti moralshëm momentin që Zoti nuk ekziston. Pse nuk ekziston? Jo se nuk ka argumente, por se bota është e padrejtë. Por neve mund ta shohim edhe nga ana tjetër. Ky moral që ekziston dhe që njeriu mundohet që ta heqë, ta zhdukë nga vetja vet. Mos është argument për ekzistencën e Zotit, sepse pse do ekzistonte morali nëse nuk do ekzistonte Zoti, nëse nuk do ekzistonte Zoti. Ose për ta thënë aty, pse fitra e njeriu është ndërtuar në mënyrë të tillë që çdo njeri t'i njohi by default në mënyrë të natyrshme moralet, të cilat nuk ka nevojë që t'i mësohen, ja? Dhe ne e kemi thënë në fillim aty që profeti alayhis salam apo Islami erdhi për t'i përsosur moralet, jo për t'ia mësuar njeriu moralet. Po për t'i paraqit për herë të parë. Sigur njeriu të kishte nevojë, sepse këtu pastaj do konsiderosh njeriu si kafsh, që ka nevojë pastaj që ti mësosh edhe moralet. Dhe këtu pastaj mund të sjellim një citim nga libri i Izet Begoviçit, Islami me cilin e perëndimin, nga kapitulli i moralit pa Zot, ku ai thot, morali si parim nuk ekziston pa religjon. Ajo që i lidh ato të dy, moralin dhe religionin, është argumenti për bashkët, bota tjetër më e lartë. Me që është tjetër, ajo botë është religjioze. Me që është më e lartë, ajo është botë morale. Përvoja praktike morale ofron shumë shembuj të moralitetit të njerëzve që janë mospërfillës ndaj doktrinave të jashtme ose madje ateist. Pra që mund të ketë jo besimtar të vërtetshëm, ashtu siç mund të ketë edhe musliman jo të vërtetshëm. Mirë, po edhe ky moralitet i njeriu jo religjioz ka burimin te religioni, por të një religioni i hershëm, i perënduar, për të cilin njeriu s'është i vetëdijshëm. Edhe atje ku dielli ka perënduar tërësisht, e tërë ngrohtësia e natës rrjedh nga dielli. Ngrohtësia është akoma brenda, edhe pse zjarri është fikur në vatur. Edhe morali është religioni i perënduar. Mënyra e sjelljes që rrjedh nga vizioni i botës, të cilin ja kemi borxh religionet. Morali është religioni i derdhur, i shprehur në synime dhe rregulla të sjelljes, përkatësisht sjellje e vullnetshme e njeriut ose marrëdhënie me të tjerë të harmonizuar me faktin se Zoti ekziston, se duhet të bëj detyrën time, pa marrë parasysh të gjitha vështirësitë dhe rreziqet të cilave u ekspozohem. Dhe kjo është ajo që e quajmë moral në ndryshim nga sjellja e motivuar e interesit. Një kërkesë e tillë e brendshme ka kuptim vetëm po qëse kjo botë dhe kjo jetë nuk janë të vetmet. Lidhur me këtë, Ivani i përmbyll pretendimet e tij të drejta lidhur me botën e padrejtë, kur flet kryesisht për vuajtjen e fëmijëve dhe që na lidh drejt për drejti me zemrën e romanit që është ai trajtimi të Teodises. Ai tek e njëjta dreka Ljoshës i thot, pra gjatë të njëjtit bisedimi i thot, desha të flisja për vuajtjet e njerëzve në tërësi, por le të ndalemi vetëm tek ato të fëmijëve. Nuk dua të flas për të rriturit, ata e kafshuan mollën, në kuptimin e metaforës biblike, dhe vazhdojnë ta hanë. Kurse foshnjat nuk kanë ngrënë gjë, prandaj janë ende të pafajshëm. Nëse ato vuajnë aq shumë, fajin për to e kanë etrit e tyre. Ato lajnë gjunat e baballarëve të tyre që hëngrën mollën. Por ky është gjykimi i një bote tjetër, të cilën zemra e njeriu nuk arrin ta kuptojë. Flitet për egërsinë shtazërake të njeriu, por kjo nuk është e drejtë. Kjo e poshtëron shtazën.
e cila s'mund të jetë kur kaq e egër, kaq artistikisht e egër. Sa njeriu, tigri të çan, të shqyn, por vetëm kaq, ati kur nuk do t'i shkonte në mendje ta gozhdonte viktimën nga veshët edhe po të dinte ta bante. Siç është një veprim që mund të bëjë njeriu. Si mund të bëjë dhe që i shkon edhe e ka bër. Po. Tani zgjidhja që jep Dostojevski, kur inkvizitori dalin tek parimi, tek dialogu midis Jezusit dhe Krishtit dhe inkvizitorit. Kur inkvizitori reshti sfoluri, ai priti të dëgjonte ndonjë përgjigje nga i burgosuri, pra nga Krishti, pasi ja përplas ato që ai mendonte. Vërtet aty racionale. Heshtja e tij rëndonte, pra e Krishtit. Ai kishte vënë re që i burgosuri e kishte dëgjuar me vëmendje gjatë gjithë kohës, duke e parë butësisht në fytyrë dhe me sa duket nuk donte të përgjigjej. Plaku dëshironte që ai të thoshte diçka, sado e hidhur dhe e tmerrshme, pra donte i përgjigje. Por ai papritmas ju afrua plakut në heshtje dhe e puthi butësisht në buzët e tij të plakura pa gjak. Kjo ishte gjithë përgjigja e tij. Plaku u drodh. Pra nuk i tha asgjë, dhe nuk i shpjegoi asgjë, dhe nuk i tha asnjë përgjigje. Tani pyetja dhe komenti që mund të bëhet këtu është që si ta gjejmë një mënyrë për ta përjetuar në mënyrë autentike një botë ku vujtja është gjithmonë diçka e pranishme në të. Përgjigja për Dostojevskun është besimi, sepse ai thotë që ai vetëm e puthi dhe kaq, ose të përpiqesh ta mësosh ta duash botën në mënyrë aktive, pra pa kushte. Ky nuk është një argument që përpiqet të hedh poshtë idenë se vujtja është e pajustifikueshme, por gjithsesi nëse Dostojevski do ta bënte këtë, atëherë libri do të ishte një trajtesë për Teodisen. Pra Dostojevski nuk ofron një argument racional. Dhe as një zgjidhje që mund të jetë, po themi, mbështjellur në një doktrinë të mirë artikuluar dhe autentike. Që ta kënaqë intelektin. Që ta kënaqë intelektin dhe as nuk pretendon ta bëjë. Për Dostojevski nuk ka një justifikim racional për vujtjet në botë. Në fakt, ai pranon kompleksitetin e çështjes dhe vlefshmërinë e këtij këndvështrimi. Në vend të tij, tek romani, Dostojevski ofron këndvështrimin e dashurisë, me anë të cilës nuk përfitohet një shpjegim racional për ekzistencën e gjithë kësaj vujtje. Sipas këtij këndvështrimi, vujtja bëhet një realitet që duhet përjetuar, jo vetëm një problem intelektual që duhet zgjidhur. Prandaj argumentet që ngrej inkvizitori i madh nuk janë pa vend. Ai madje ka drejt për to. Pra gjithmonë sipas Dostojevskit, ai thjesht po e paraqet realitetin në një mënyrë të paplotë. Dhe ta duash botën është të pranosh, të përpiqesh ta kuptosh atë ashtu siç ajo është. Dhe kjo pastaj na lidh me fillimin e romanit, kur Ato Zosima, sidomos edhe në fundin e pjesës parë, në fundin e vëllimit të parë, kur ai flet dhe paraqet konsideratat e tij si ndaj Aljoshës në fund, por sidomos citimi që do të lexoj tani është bisedat kur ai bën me ato gratë besimtare, kryesisht në këtë rast drejtuar Katerina Osipovna Hohlakovës, që është mamaja e Elizës, dhe gruas që e rrihte burri. Si ta kthej besimin, si ta vërtetoj, me çfarë? E pyet ajo. Si mund ta provoj, si ta bind vetem, si të sigurohem? Sa fatkeq jam. Askush nuk do t'ja di, askush nuk do të vras mendjen dhe e vetme unë nuk e përballoj dot këtë gjendje. Pra i kanë hallit. Pra ato kërkojnë siguri, kërkojnë yakin, besimin e tyre. Dhe tani të shohim se çfarë i thot Zosima. Kjo më trembi, thot ajo. Më tmerron. Natyrisht të tmerron, ja kthen Zosima. Por atë nuk mund ta vërtetosh, edhe pse mundet që të bindeni për të. Po si, me çfarë? I thot ajo. Me përjetimin e dashurisë së gjallë, vepruese, mundohuni t'i doni fqinjët. Vazhdimisht dhe pa u lodhur, sa më shumë të përparoni në dashuri, aq më shumë do të rritet siguria për realitetin e Zotit dhe pavdekësinë e shpirtit tuaj. Po arritet ta doni fqinjin me vetmohim, do të besoni pa dyshim dhe asnjë dyshim nuk do të ketë mundësi të hyjë në shpirtin tuaj. Kjo gjë është provuar dhe është sigurisht kështu. Kjo është Zosima këtu, pra që veprat e mira neve vërtet besojmë që veprat e mira e rrisin besimin, pra ato nuk mund ta krijojnë besimin. Pra Zosima i thotë që bëj vepra të mira që ta fitosh besimin, që të besosh, ose që të fitosh siguri, po jo që të arrisësh atë besimin. Të arrisësh. Pastaj ai vazhdon i thotë diku tjetër, beso që Zoti të do aq shumë sa nuk mund ta imagjinosh, se ai të do me mëkatin tënd në mëkatin tënd. Kjo është revolucionare. Mos u zemëro nëse të bëhet pa drejtësi. Pra pranoj botën ashtu siç është. Fale të vdekurin në zemrën tënde për padrejtësinë që të ka bërë. Pajtohu me të me gjithë shpirti, thot. Ai që i do njerëzit është njeri i Zotit.
Me dashuri shlyhet dhe shpëtohet gjithçka. Dashuria është një thesar kaq i paçmuar sa mund të blesh gjithë botën me anë të saj. Dhe të shlyesh jo vetëm mëkatet e tua, por edhe mëkatet e të tjerëve. Por me dashuri nuk vendos drejtësi. Dhe Dostojevski nuk është që aspiron drejtësinë, simas asaj që ai beson për besimin e vet. Dhe këtu kemi edhe një koment nga Maurice Barino në lidhje me pikërisht me këtë mënyrë se si e sheh Dostojevski trajtimin e sigurisë në besim. Dhe thot, dallimi më i thellë mes Ivanit dhe Aljoshës nuk është ai mes skepticizmit dhe besimit, por ai mes skepticizmit ndaj besimit dhe jetës së virtytshme. Në fakt, në të paktën një rast, dëmshuria e bën Aljoshën ta refuzojë qëndrimin teorik të dogmatizmit fetar. Që këtu nuk është dogmatizëm, po në fakt ajo është doktrinë fetare. Dhe kjo lloj dëmshurie që ka Aljosha dhe që Dostojevski ja njeh atij, është një lloj dëmshurie humane, që ne mund ta quajmë që është humanizëm, i cili është një religjion në vetvete, është një din, është një botkuptim i veçantë. Empati për hir të empatisë. Dhe që ai bën ndesh me doktrinën fetare. Dhe këtu Dostojevski thotë që Aljosha për hir të kësaj dëmshurie dhe humanizmi që ndjente dhe empatia që kishte ndaj qëndrimeve të Ivanit, arrin që t'ja japi atij të drejtën që ato argumente racionale t'ja validoj. Dhe pra e pamë nga perspektiva e Ivanit edhe mund të jenë që qëndrojnë. Po, dhe në mungesë të argumenteve racionale për dekonstruktimin e këtyre, ai pastaj ofron dashurinë. Kur Ivani trajton çështjen e Teodises, ai pyet Aljoshën: "Mos u hapur, përfituroje veten si arkitekti ngrehinën së fatit të njerëzve, pra vendose veten në vendin e Zotit. Me qëllimin final që t'i bësh ata të lumtur, t'i sigurosh atyre prehje dhe paqe." Pra, këtu futemi prapë te arroganca e Ivanit. Sipas Ivanit, bota duhet siguronte paqe dhe lumturi përpara çdo gjëje. Dhe ajo nuk është një vend sprove, dhe pikërisht këtu është problemi me Ivanin, pse ai nuk mund të justifikojë padrejtinë në botë, se ai nuk e sheh atë si vend sprovimi. Dhe prandaj thotë që Zoti është i padrejtë, momentin që ai ka ndërtuar një botë ku ekziston vuajtja e foshnjave të pafajshme. Por që kursi i pashmangshëm, vazhdon Ivani, për ta ngritur atë botën, është flijimi pas torturave të tmerrshme një krijese të vogël, të fëmijës që rrihte gjoksin me grusht, për shembull, dhe mbi lotët e tij të pashpaguar të duhet të ngresh themelet e ngrehinës. A do të pranojë të ishe arkitekt në këto kushte? Pra do ta krijoje botën kështu siç e ka krijuar Zoti? Me këtë çmim. I thot Ivani Aljoshës, mësoj të vërtetën, mos gënje. Jo, nuk do pranoja. Pra këtu Aljosha dorëzohet. I bi që ka mohu Zotin. Po. U përgjigj Aljosha me zot të ulët. Aljosha, thot Barinoja, është i ndjeshëm ndaj problemit me besimin fetar dhe njësoj si Ivani e ka të vështirë ta pranoj botën që ka krijuar Zoti. Por, ndryshe nga Ivani, Aljosha nuk I lejon problemet që shtron arsyeja të ndryzin dashurinë aktive për njerëzimin. Për Aljoshën, virtyti është më e rëndësishme se doktrina. Po pa doktrinë ti ke ngel pa teologji pastaj. Dhe në mbylljen e librit, Barinoja komenton ku shohim atë grupin e fëmijëve që thonë urra për Karamazovin, pra urra për Aljoshën. Shokët e Ilushkës. Kjo është ajo djalit të vdekur dhe kjo është ajo frazë me cilën mbyllet libri. Sirja, thot Barinoja, urra për Karamazovin, duket si një gjetje gjusore për të shprehur fitoren dhe fuqinë shpëtuese të besimit në Zot dhe në përjetësi ndaj fuqisë shkatërruese të mosbesimit. Megjithatë, kjo nuk përfaqëson triumfin e besimit ndaj mosbesimit, por triumfin e virtytit ndaj mosbesimit. Prandaj edhe titullin e artikullit Barinoja ka The Triumph of Ethics over Doubt, pra triumfi I moralit ndaj dyshimit, jo triumfi I sigurisë së besimit apo argumenteve për Zotin ndaj dyshimit. Aljosha e tekalon skepticizmin e Ivanit me anë të përgjegjësisë morale dhe është kjo përgjegjësi morale që e çon atë tek përjetësia, ajo që Barinoja quajnë në artikull Ethical Theology, pra një teologji që buron nga morali. Nëpërmjet personazhit të Aljoshës, Dostojevski nxit lexuesit e tij që t'i gjejnë kuptim jetës te morali
me gjithë pikpyetjet, paqartësitë dhe dyshimet që rrethojnë ekzistencën njerëzore dhe që sipas Aljoshës apo Dostojevskit nuk marrin dot përgjigje. Përfundimi kryesor i Dostojevskit nuk ka lidhje me besimin fetar, sepse ai nuk ofron siguri, por me jetën e moralshme që të çon në besimin fetar. Dhe këtu pastaj vim tek trajtimi i problemit të ekzistencës së keqes në Islam. Dhe këtu mund të përdorim si sfond fjalët që Ivani i thot Aljoshës, e kupton dot këtë paradoks, o vëllau miku im, o pajsori im, e kupton dot pse duhet, e kujt i duhet një marrëzi e tillë, pra kjo botë. Thonë se pak të marrëzi njeriu nuk do të ekzistonte në botë, sepse nuk do ta njihte dot të mirën dhe të ligën. Pra ai mendon se bota shkruaj që njeriu të njohë të mirën të ligën. E përse duhet ditur e mira dhe liga e djallit kur ajo nuk vlen një grosh? As tër njohurit, as tër dijet e njeriu nuk vlen sa këto lot fëmijë. Unë nuk mund ta kuptoj përse është sajuar kështu kjo botë. E njëjta gjë. Dhe kjo lloj pyetje njerëzore, nuk është që e bën vetëm Ivani. Në Kur'an vjen paktën 2 raste ku këtë lloj befasie shtange me botën e gjejmë tek engjëjt apo edhe një profet i lartë si Musai. Kështu që engjëjt e pyesin Allahun surën Bekare. Kujto tek Zoti i tha engjëjve, unë do të caktoj në tokë një mëkëmbës. Ata thanë, a do të caktosh në të dikë që shkakton korruptim dhe dërgjak? Pra edhe engjëjt e konfirmojnë, e validojnë atë që thot Ivani, pra që një botë në cilën ka padrejtësi, ka korruptim dhe ka gjak, nuk duket se ka një lloj urtësie. Por pastaj janë çfarë thonë? Dhe neve deklarojmë për sosmërinë tënde dhe të shëjtërojmë ty me lavdërim, pra neve jemi të dorëzuar. Duke qenë që neve deklarojmë për sosmërinë dhe të shëjtërojmë ty me lavdërim, ne kemi pranuar që ka një urtësi dhe ka një qëllim. Pavarësisht se nuk e kuptoj. Po, pavarësisht se nuk e kuptoj dhe për këtë pyesim, dhe prandaj është një libër shumë interesant, një profesor matematikan amerikan që është bërë musliman, dhe librin e tij të parë ai ka Even Angels Ask, edhe engjëjt pyesin. Pikërisht për me validu ato lloj pyetjesh që ato i dilshin për Islamin apo për botën. Ai u përgjigj për Allahu, unë di atë që ju nuk dini. Ajeti thot Zamakhshariu, a do të caktosh në të dikë që shkakton korruptim dhe dërgjak, shpreh habin që Zoti të caktonte qenie të pabindura në vend të të bindurve, kur ai është i gjithdijshmi, i cili bën vetëm të mirën dhe dëshiron vetëm të mirën, dhe korruptimi dhe gjaku dhe padrejtësitë të tokës duket sikur bien ndesh me këto cilësi të Zotit, dhe që është pastaj edhe thelbi i Teodisesë. Pra ose Zoti është i mirë dhe lejon padrejtësinë, ose Zoti lejon padrejtësinë dhe nuk ka fuqinë që ta korrigjojë padrejtësinë. Ajeti unë di atë që nuk dini, do të thotë se Zoti di dobitë e fshehura dhe Sujuti thotë se një prej dobive që mund të përftohet nga ajeti ose që kanë bëjmë me krijimin, është se prej pasardhësve të tij, të Ademit, do të kishte mëkatar, por edhe të devotshëm, dhe kështu do të dilte në pa drejtësia në mesin e tyre. Pra jo se njerëzit do dallonin të mirën dhe të keqen, por a do të vepronin dot në atë botë që ishte krijuar si sprov, sipas asaj drejtësie që ato i njihshin nga fitrat e tyre. Dhe do pranonin të vërtetën. Tani ti përmene engjëjt, por ky është një dialog që ndodh në një urtësi pakufishme që edhe ne sot nuk e kuptojmë se si ka mundësi që engjëjt ta bëjnë atë pyetje, por përgjigjja vjen tek ajo që Allahu thotë që unë di atë që ju nuk dini, por akoma dhe më konkrete dhe prekshme është ngjarja e Musait alayhis salam me Hidrin. Ormsby ka një citim kur flet për Teodisen. Ai thotë që drejtësia dhe fuqia përbëjnë dy aspektet e dilemës klasike të Teodises. Pra Teodise do të thotë nga pamja gjuhësore, drejtësia e Zotit, nga greqishtja e vjetër, Teo do të thotë Zot dhe Dise do të thotë drejtësi. Pra sepse ekzistenca e skeqes i vën në dyshim këto cilësi. Në zgjedhjen e saj, e keqja duhet arsyetuar në një mënyrë bindëse, pa sakrifikuar as drejtësinë e Zotit dhe as fuqinë e tij. Filozofi skocez David Hume e ka përmbledhur në këtë mënyrë dilemën me dy fjali. A do Zoti ta ndalojë të keqen, por nuk mundet? Atëherë ai është i pafuqishëm. A ka mundësi ai, por nuk dëshiron, siç e thatë ju? Atëherë ai është i lig. Tani Musa i thot Hidrit në Kur'an, a vrave një shpirt të pastër, pra të pafajshëm, që nuk i kishte marrë jetën një shpirti tjetër,
kreve vërtet një vepër të tmerrshme. Në surën Kehf. Dhe shumë e vend aty që pikërisht ajo vepër që Allahu ka lënë në Kur'an është vrasja një fëmijë, sepse pra Zoti ja ka njoftë njerëzit atë dhimbje që ndjen në moment që shef vuajtjet e fëmijëve të pafajshëm. Për t'u alarmuar, njësoj si Ivani. Po. Dhe që edhe engjëjt përmendin para së gjithash derdhjen e gjakut, pra vrasjen. Kur ai me urdhrin e Zotit i merr jetën fëmijës më të bukur teksa po luante me një grup shokësh, pra komenti i Sujutit. Hidri pohon gjithashtu se veprimin e tij e kreu sipas urdhrit dhe vullnetit të Zotit, i cili mbetet i padepërtueshëm për mendjen njerëzore, madje edhe për një profet si Musaj, që është ndër më të rëndësishëm dhe më të mëdhenj, për sa kohë mungon shpjegimi i kuptimit të fshehur të veprimit, të cilin në këtë rast e jep Hidri, pra në fund të historisë. Kur i thotë që ky fëmijë do të bëjë një fëmijë pa bindur, dhe që do të ishte fatkeqësi për prindërit e tij dhe prandaj u ndërhy me urdhën e Zotit që t'ia marrë jetën fëmijës që të kursej dhimbjet e prindërve. Por që ti në momentin kur më pyete, nuk mund ta kuptoje këtë dhe nuk mund ta dije këtë pak të shpjegim. Por që edhe prindët nuk është se do ta marrin vesh. Po. Nëse prindërve do të ishte thonë që ky fëmijë do bëhet i pabindur, ai fëmijë, ato prindër ndoshta do ishin dakord që ai fëmijë ti merr jeta. Ashtu siç mund ketë prindër sot me fëmijë të dërguar, që do donin që më mirë ai fëmijë të ishte i vdekur, sesa të vazhdoj atë rrugë të drogës dhe të shkatrimit të jetës vet. Fatet njerëzore janë plotë për plot me të tilla dilema apo me të tilla vullnete që në kontekste të caktuara apo perspektiva të tjera do ishin pa përfitueshme. Apo të pabesueshme për njerëz të tjerë. Lidhur me këtë tek libri që ti ke shkruar disa vite më parë në brendësitë e Kuranit, lidhur me këtë dialog dhe me ngjarjen e Hidrit, konsiderata që parashtron është kjo. Vetëm dia e fshehtë për të ardhmen dhe për pasojat e veprimeve në botën tjetër mund të jap kuptim mizorive, padrejtësive, dhimbjeve dhe vuajtjeve që e bëjnë këtë botë të perceptohet si me mangësi, që do të thotë edhe Gaza, qofse mund ta përmendim, mund të kuptohet vetëm në dritën e kësaj. Pa këtë nuk ka emër ta përshkruash. Pa këtë dije ose besimin tek ekzistenca e saj, të metat në dukje të kësaj bote, pra në dukje të kësaj bote, do t'i shkaktonin huti dhe shtangje çdo njeriu, ashtu siç i shkaktuan Musaj dhe engjëve në dy ngjarjet paraardhëse. Nga ana tjetër, kjo botë është më e mira e botëve të mundshme në arritjen e qëllimit për të cilën e ka krijuar Zoti atë, sepse e keqja e saj nuk është vetëm se një pjesë e mekanizmave nëpërmjet të cilëve arrihet ky qëllim, pra qëllimi suprem që Zoti ka. Pas çdo të keqeje, në thonjza, fshihen urtësi, ndoshta të pakapshme për mendjen njerëzore, por që do të bëheshin të qarta nëse Zoti do t'i shfaqte të ardhmen dhe të fshehtën njeriu, që nuk do të ishim në kushtet e kësaj bote, por do të ishte një utopi. Ashtu sikurse ja shfaqi ato Zoti i engjëve dhe Hidri Musait, që janë një përjashtim nga rregulli. Nëpërmjet ngjarjes së Hidrit, Zoti hapi një dritarës për Musain dhe lexuesit e historisë tij. Te perdja që ndan njerëzit nga dia e së fshetës, prej ku mund të rroket urtësia e engjëve dhe të kuptohet dobia edhe nga një tragjedi, siç ishte vrasja e fëmijës nga ana e Hidrit. Sikur njerëzit, dhe kjo është më e rëndësishme, sikur njerëzit të zotëronin këtë lloj dije të fshehtë për çdo ngjarje, nuk do të dëshironin që ngjarjet të kishin rrjedhur ndryshe nga çka ndodhur në jetën e tyre më. Dhe prandaj kjo botë është edhe më e mira e botëve, në kundërshtim me atë çfarë thotë Ivani, që edhe sikur ta dija kuptimin dhe urtësinë e gjërave, unë prapë nuk do ta pranoja këtë botë. Ndërkohë që ne themi që sikur ta dinim të fshehtën dhe atë çfarë Zoti ka përgatitur drejtësinë edhe shpërblimet në botën tjetër, njeriu do donte që kjo botë të ishte e ndërtuar ashtu siç është e ndërtuar. Dhe këtu Eric Ormsby citon Gazaliun nga libri i Ihya Ulumuddin, që pse kjo botë është më optimale dhe thotë sikur Zoti i kishte krijuar gjithë krijesat të pajisura me intelektin e më inteligjentit dhe me dijen e më të diturit prej tyre. Tu kishte dhuruar gjithë dijen që mund të bartin shpirtrat e tyre dhe tu kishte derdhur urtësi të një shkallë të papërshkrueshme. Pastaj ti kishte dhënë secilit dijen, urtësinë dhe inteligjencën e të gjithëve atyre bashk. Tu kishte zbuluar pasojat e veprimeve. Tu kishte mësuar misteret e botës së përtejme dhe tu kishte bërë me dije hollësitë e bekimit hynor dhe misteret e dënimit përfundimtar. Derisa njerëzit të ishin bërë të vetëdijshëm për të mirën dhe të keqen,
e pastaj tu kishte kërkuar ta ndërtonin këtë botë dhe botën e përtejme sipas dijes dhe urtësisë me të cilën do të ishin pajisur, atëherë ky ndërtim nuk do t'i shtonte dhe nuk do t'i paksonte asnjë krah mushkonje mënyrën se si Zoti ka rregulluar krijimin në këtë botë dhe në botën tjetër. Çdo gjë që Zoti ka caktuar njeriu, si furnizimi, jetëgjatësia, kënaqësia dhe dhimbja, mundësia dhe pamundësia, besimi dhe mohimi, bindja dhe mëkati është e gjitha plotësisht e drejtë dhe pa cënuar nga padrejtësia. Kjo botë është në pajtim me rendin e duhur të gjërave, në përputhje me çfarë duhet të jetë dhe si duhet të jetë, dhe nuk ekziston si mundësi një tjetër që të jetë më shkëlqyer, më e përkryer dhe më e plotë se kjo botë.